sot, po du m'ja tregu rutinën e ditës. Mësit natës e keni marrë dhe ditës. Në gjesë si qona e pastroj ftyrën me këta, nuk kam nevojë me përdor cleanser oil, se nuk kam make-up. Unë pëlqen këtu i vendosi një herë në javë, maksimumi, e maj një 15 minuta. Jem të e pi kreatinën edhe blumin. Krejtë më keni pyet se qysh mu ka hek i ndyra në ftyrë edhe mu kanë minimizu poret. Pore që pjesë ka gjatë mdhaja, për kallëzë i drejt, edhe knejka pjesa e hunës mu kanë minimizu edhe mu ka reduktu i ndyra e ftyrës, tu e përdor fardobrin gjithmonë përdorne. Pret oj ti qikë se jem të full. Qeni është të mbo presion. Javë kisha rekomandu me përdor. Ka se du mu furë. Qërmi? Edhe më dalin ka njerë aty këtu na i puqër, më del. I procesin se qka përdori mas pari, për qka e përdori, edhe në qofë se keni na i suggest, kallzoni një mënëm edhe mu pak, se jo nga për njëna tjetërës. Here se po du mi hek qëto, mi qitë pak më balën. Mas pari e përdori vitaminën C, 2-3 pika, heq ma shumë, e rojt nga djeli, lëkurën, edhe pse sot na nuk kemi djel, edhe ta bën ma glowy. Tap. Qështë të qysh? Me fluturushkë. Ajnë dhe po, ma ka ngri. O nalu e doqkë, nalu faleminderit shumë. Tash e përdorëm hyaluronik acid. Qëta kena me përdor? 2 tën. Nuk është e shtrejt edhe besani që shumë mu ka përshtat. Pse ule mu kanë kuq, qëto kanë syripse. Se zakonisht e përdori dhe natën, po ndodh edhe ditë. Tash në radhe kemi hidratusin, këtë nonën, loqkën, që e du mas shumëti. Gati më ka argju. I bëj edhe vesht ka pak, a vëden kështu, në fund. Nuk keni nevoj mi përdor në ashta krejt produktet, po kejtë në varet qka kërkon të lëkura e ftyrës, qka ta pranon lëkura e ftyrës. Gati se gjithmonë, on and off është kjo, po gjithmonë që kjo rutin ka më konë para make-upit, para fondatinës. Këqyra që është më bo, shumë mirë. Në përfundim, me SPF-in. Qëta e përdori one, është shumë e mirë. Vazhdoj me SPF-in. Dhe qika, this is it. Që kjo është krejt, pret në tash vishta bëj një make-up tjerë. Tash jem bo gati më ly. Këqyra në brek ishone po di mu ly. Jo bashka që jo. Qika, unë bona gati. Amira keq. Shpresoj që ju këm dimu, jeni ma të mirat, ju dua. Jemi në videon tjetër.